1914, sipas meje, ku fuqitë e mëdha sollën një administrator për të administruar Shqipërinë për shkak se ne s'kishim mundësi të vetë organizoheshim edhe nuk ushtronin dot sovranitet, ndoshta nuk ka patur për mendimin tim ditë më të turshme për ne. Por nëse në vitin 1914, para 100 vjetësh, nuk kishim fuqi, si thash, të ushtronim sovranitet, sot është shumë më keq se kaq. Sepse me dyshimin e arsyeshëm, në fakt, për hir të vërtetës, se klasa politike shqiptare nuk do dhe po e saboton qëllimisht reformën drejtësi, ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë vendosur mbledhin grupet tona parlamentare për t'u përcaktuar atyre jo vetëm punën, po dhe orarin e punës, ditën e premte, siç thonë. Në një kuptim, ata kanë vendosur ta mbledhin parlamentin e Shqipërisë jashtë kësaj salle. Ka njerëz këtu që jam i bindur, kjo nuk i thot asgjë. Siç ka njerëz në 100 vjet që kanë qenë dhe më qesharak se kaq, edhe prandaj Shqipëria është bërë një vend kaq qesharak sa ç'është. Por në një kuptim, edhe në çdo kuptim, nga kjo ditë, sipas mendimit tim, ky parlament ka humbur legitimitetin e vet dhe sovranitetin që ka. Po fatmirësisht me megjithatë, kjo po ndodh. Fatmirësisht ajo që po ndodh është që të huajt dhe ndërkombëtarët nuk po na lënë vetëm. Megjithatë, kjo mbështetje për reformën drejtësi dhe në fakt për qytetarët e Republikës së Shqipërisë, sigurisht që ka një çmim. Edhe kush është çmimi? Çmimi është tallja me ne. Çmimi është shmontimi i këtij parlamenti. Çmimi është përçmimi i kësaj klase politike. Çmimi është ndëshkimi i kësaj klase politike. Edhe në fund fare çmimi është shfarosja si specie e kësaj klase politike. Dhe nëse nuk e kuptoni, duhet ta dini se jemi shumë afër shfarosjes. Proces cilin shqiptarët për 25 vjetësh nuk e bën dot me votë, si seleksionohen në mënyrë natyrale speciet, me sa duket kjo do bëhet përmes reformës në drejtësi. Por, siç besoj shumica shqiptarëve do ta aprovonin, Shqipëria do jetë më mirë kur ne të ikim. Pyetja është, a është ky çmim i merituar? Nëse pyesin shqiptarët, besoj që janë të gjithë dakord se ne e meritojmë të tallemi edhe të nëpërkëmbemi siç po ndodh. Shqiptarët sidoqoftë në fund fare kanë shpresë dhe besim se klasa e tyre politike do të ndëshkohet, mbasi ka rezistuar për shumë kohë, duke sabotuar drejtësinë në Shqipëri. Reforma në drejtësi mund të kalojë, edhe ndoshta do kalojë. Çka mund të jap shpresë shumë njerëzve në Shqipëri se me ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, pronat e tyre nuk do vidhen, pyet nuk do shkatërrohen, deti nuk do falet, stadiumet në Majuc nuk do ndërtohen më, se të ardhurat nuk do përgjysmohen, dhe se në fund fare jeta në Shqipëri mund të jetë pak më e drejtë, edhe shumë më cilësore. Reforma në Shqipëri, reforma në drejtësi, nëse miratohet, siç besa duket do miratohet, mund të shërbej për të ndalur shpopullimin e Shqipërisë dhe zbrazjen e vendit nga politikanët e vet, çka ka ndodhur në 25 vjet. Dhe me që përmenda vitin 1914, duhet i rriti krahasimi. E t'ju them se ndoshta nëse fuqit e huaja, miq ndërkombëtar, do marrin në dorë drejtësinë në Shqipëri, ka shumë shpresë që politika e sadiste në Shqipëri të shterojë. Ky parlament, sipas meje, shumë shpesh ka qenë sadist. Po çdo ditë ka qenë e sadist. Çdo ditë ka qenë e sadist. Ai ka ecur me këmbgulje në 25 vjet. Në rrugën e Sa Toptanit. Dhe ti je sadist. Ti je sadist. Do thotë ti je kundër interesit kombëtar. Do thotë ti je kundër interesit publik. Do thotë ti je kundër atyre që vuajnë. Do thotë ti je kundër atyre që janë pa barabartë. Do thotë ti je kundër atyre që s'marrin drejtësi. Dhe ti je sadist, do thotë në fund fare ti je kundër Shqipërisë në përgjithësi.
Po si që dëshmonë historia, si ja vlen ta i kthemi pas, estadistët, apo Esad Toptani nuk hikte, edhe nuk përkulej. Në qoftë se ndërkombëtarët nuk hynin lojë, siç po ndodh dhe sot. Dhe ky parlament, si besnik i parimeve esadiste, sigurisht që po shënon fundin e vet, mendimin e partnerëve ndërkombëtar. Shikoni çfarë shëmtie. Shikoni çfarë ku e solli veten ky parlament. Ambasadorët vinë në grupet tona parlamentare për të na bindur se duhet bëjmë drejtësi. Në syrin e shqiptarëve dhe të botës kjo do të thotë troç, që ne nuk duam të bëjmë drejtësi, po detyrohemi të bëjmë reformën në drejtësi. Çka në fakt është e vërtet, paktën si perceptim. Dhe kjo është një ditë në të cilën provohet që Parlamenti i Shqipërisë nuk ka as fuqi, as dinjitet, as mundësi për të bërë atë që duhet edhe atë që pritet prej tij. Sot ne po tallemi 2 herë si klasë politike. Një herë po tallemi nga ndërkombëtarët, edhe herën e dytë nga shqiptarët, të cilët kanë të gjitha arsyet besojnë se ky parlament e ka konsumuar orën e vet fundit edhe ka ardhur koha që të ikin në shtëpi. Unë besoj që 3 grupet tona parlamentare sot duhet skuqen. Edhe për hir të vërtetës duhet ta them, unë nuk do doja të isha pjesë se asnjëri nga këto 3 grupe. Megjithatë, kjo klasë politike e meriton deri në fund të tallje. Edhe ky do ishte fundi i vet më i denjë dhe më i arsyeshëm. Siç do thoshte Churchilli në këtë rast, ky nuk do ishte fillimi i fundit, ky do ishte fundi i fillimit. Të huajt po i heqin mundësinë kësaj klase politike të caktoj gjyqtarët dhe prokurorët e vet, çka ka ndodhur për 25 vjet. Edhe për ta përfunduar, duhet të them që me sa duket, koha e sadistëve, ka përfunduar. Ju falenderit.